të Shqipërisë dhe e bën edhe se provon deputet. I në vendit dytë në Shqipëri në 16 deputet kokë në kokë. E vë 32 ka Tirana, 16 ne, pas atjerë vinë pas nesh. Por në nxjerrin vërtet 16 deputet, po s'mbajnë dot 55 pleq. Dhe unë jam i sigurt që këtij qyteti që për shkak të iniciativës private ka zhvillimet e veta për të respektuar në tërë Shqipërinë, i përballon dhe pa prezentën e shtetit ata 55 pleq. Po problemi është se vërtet na doli ky shkak, ky fenomen, po ai na zbulon shumë gjëra të tjera. Sa serioz është shteti dhe sa serioz është shteti duket edhe në këtë studio. Sa serioz është dikasteri i bashkisë u duk në studion e parë, drejtori që lloj në Tiranë. U duk në takimin e dytë, po për të njëjtën temë, drejtori drejtim paditur. Pra, këta pushtetarë që i mbushin ekranet tona, janë apo s'janë paraqitshëm, apo ndryshojnë apo e ngjyrën e kollareve, nuk ndryshojnë mënyrën e të sjellurit për atë komunitet që i zgjedh, që i ka vënë në krye për të menaxhuar të ardhurat e tyre. Dhe i duket si slogani i vjetër, zakonisht e përdoren në një tavolinë që je në shërbim të popullit, i thash një kryetar komune. Çfarë thua Artita? Ka ikur koha ti shërbëtor i popullit tha. Po kryetari i komunës, ti me rasti ta them edhe me emër. S'bër debat i madh. Ka ikur nocioni për çfarë je, për çfarë je zgjedhur, për çfarë paguhesh. Pra nuk janë kaq si përfaqësorët kalojnë. Unë thash, ai moshuar do vej atje. Ka dërguar apo jo përfaqësues bashkia? Ka dërguar apo jo përfaqësues prefektura? Por del se sa të vetëdijshëm janë ata për rolin e tyre. Në edicion e lajmeve tuaj, na nuk e di ti stacionit tjetër, bashkëkryetari i bashkisë Patosit me shumë fëmijë po inauguronte 2 kopshte. Tamam se filmi përballimi bardhja ka marrë dorën e super dhe fushatën, për shkak të disa donacioneve tuaja që kanë bërë calulishte në Patos. Pa diskutim. Por qyteti Patosit është aq i vogël sa qytetarët brenda ditës i shohin ato liste dhe i perceptojnë pa dalë në televizor. Ne i duam të dalim për shqetësimin. Ne i duam të futen e të fokusohen atje ku është skutë e errët, jo atje ku duket. Kjo është e tmerrshme. Po, Zënia Hajdari. Mendimi im do ishte që drejtoresha e azilit do të ishte e pranishme në përballjen e realitetit. E para, e dyta më vjen mirë që biznesmeni për ditën e verës ka sensibilizuar mendimesën me dëshirën e tij në një ditë të bukur për këtë moshë e tretë. Dhe mendimi im shtoj se do ishte meqense qoftë si familjare, qoftë si shoqat ndihmë për njerëzit në nevojë, qoftë si presidente e kësaj shoqate, që në këtë moment me hallëziu ndonjëherë nga afër meqense unë nesër ndaj ndihmat për 70 familje fjerake është një nga të parët që do ndihmohet seriozisht. Por brenda kësaj kutije që unë jam duke ndihmuar nesër nuk është vetëm kaq. Ne duhet të civilizohemi të gjithë në të vërtetën në realitetin që të pushteti vendor, të shoqata, të drejtues të ndryshëm, kudo qofshin, por një sensibilizim njerëzor, human të kësaj moshe me një vëmendje qendrore shumë serioze. Ne të falenderojmë që të paktën jep një ndihmë dhe modeste për zotërin. Atëherë zoti Plaka. Unë dëgjova me vëmendje zotin Fatir Kapaj, që pas ka bërë një analizë të madhe duke dhënë një ndihmë në rastin e pesë verës. Është një kënaqësi e madhe, po në shembull e këtij duhet t'i japin edhe gjithë tregtarët, sepse siç tha zoti Petrev, ky është një qytet që nxjerr 16 deputet. Nuk kemë të mbajmë 50 pensionista. Të tjerë të ndihmojnë sado pak. Kush janë? Ku i shikohet? Jo si thotë drejtoresha, që unë do të kështu mbaj do po jap 200 s'ka mundësi t'u jap më tepër. Këtu do të ishte përfaqësuesi i bashkisë që të bizotojmë sa më afër të hap. Nëse po marrim një përgjigje juridikisht i moshuari, sa të drejt ka të rikthehet apo mos të rikthehet në azilin që ka qenë. Nëse po marrim nga institucionet një përgjigje ligjore, s'po marrim një përgjigje, va halli ndim. Unë këtë jam këtu, që duhet të ishte përfaqësuesi i bashkisë për të thënë mendimin për errore. Është e pakuptimt. Zotin Agronë kam takuar vetë. Dhe nuk është dakord. Zoti Jani do të mbyllë me në kryetarin e bashkisë. Shkyt në kryetar bashkisë. Të vijë atë shikoj gjendin.
U shkuan televizor, që shko? Ta thrisë atë. Sa buret rësin ta përbëtë? Si me atë sezon pushime që t'i bëjnë në Spanjë, Në falë mua. Sa buret rësin përbëtë të partijës këta? Që do të hajtë këtu se kemi mbledhje, hajtë sot vajmë në Tiranë, se në thajtë e Tiranë ma pas nesër. Hipën ato buzë me radhë. Po për këtë një vit. Qartë. Është e pakuptimt vendimi ta transferojmë. Pra, në farë mënyrë ta internojmë, se ky është problematik. Koj fali, se nuk e di nëse është e vërtet apo jo. Por në rast se në Shkodër do na krijojë një problem tjetër. Ku do ta internojnë pastaj? A nuk pas ka forcë metropoli Fierit? Unë sistemo ka një të mëshuar, kur po flasim që është grupimi i dytë mas Tiranës për numër deputetësh, është metropol për sa i përket biznesit, është metropol për sa i përket intelektualëve muzeqarë, Fieri është qyteti muzeqes, kështu që mendimi im i do ishte që ky zotëria të rrihet ku është edhe të ndihmohet. Në fakt, ideja ishte që edhe ta përgjithsonim, domethënë të hynim dhe tek veçanta, nuk po e diskutoj, po edhe ta përgjithsonim fenomenin, sepse sot është Miçoja, nesër do ketë një më tjetër. Po Miçoja me të motrën s'ka ardhur për Ne do flasim si fenomen. Elina, unë thash dhe pak më lart që këtu krahas këtyre fenomeneve sociale është shumë i dhimbshëm fenomeni i braktisjes së këtyre të moshuarve nga fëmijët e tyre. Është një hap tjetër që ja vlen të diskutohet, Majlinda, unë jam i mendimit që t'jemi më konkret për këtë. Realisht ta dy të moshuar, e motra dhe zoti Miço kanë ardhur këtu për problemin e tyre. Dhe natyrisht ata në kërkesë të problemit tyre kanë hapur një problem social të diskutueshëm në Fier. Na kanë bërë nder ne, pavarësisht se kanë ardhur për hallin e tyre. Tani ta diskutojmë më konkretisht që inshallah e gjen kohën ata që janë kompetent për ta dëgjuar dhe për të vepruar. Po njëkohësisht edhe të themi autoritetin e pushtetit që ka media që ne s'kemi për t'ju ndalur derisa ata të zgjojnë nga përgjumja e tyre. Që të transferohet dikush, nuk jam kompetent i ligjit, por nuk mendoj që ligji ka çmendur. E kupton? Përderisa s'na erdhi ndonjë mund që të na thosë që ligji është kështu, të transferohet një i moshuar, duhet të transferohet kam përshtypjen me kërkesën e tij, nëse ai ka të afërt që me gjithse kujdesin e ka maksimal, ka nevojë për familje. Ngrohtësi familjare. Ngrohtësi familjare dhe i plotësojnë kushtet e bëjnë këto transferime. Më duket absurd për sjellje të keqe. Qofshin ata që kanë bërë ligjin, edhe pacim pjesë dhe ata 16 deputetët tanë, se ata i bëjnë ligjet, por social, por që nuk mendoj se është bërë kështu. Të paktën për ligjen e sa shumë kritika, për ekzekutima. Atëre, jo më kot është marrë motra dhe zgjedhje ju e shumë e drejtë kartë e motra këtu në studio. Dhe thot, ja të ngrohtësinë time si motër, por nuk kam mundësinë ekonomike, nuk kam mundësinë familjare për ta mbajtur në shtëpi. Unë e kuptoj sa e dërmuar në mentalitetin shqiptar ndihet një motër që s'ka mundësi të strehoj vllaën e vet. Ta kapin në funksion të mentalitetit. Dhe ajo të paktën është investim për të, që ajo vjen këtu në studion tonë dhe proteston për të, që ajo vjen këtu në studion tonë dhe proteston për këtë padrejtësi. Si do t'i vijet fundi kësaj? Në fakt, zoti Velçani, me cilësinë e kolegës dhe bashkë moderator, le të quaj kështu, di pse kërkoja që të mos e prekja shumë problemin e Miços, duke qenë se prap me iniciativën e televizion Apollon, ditën e sotme ka qenë një përfaqësi në zyrën e kryetarit të bashkisë, prandaj dhe i thash zotërisë që reagimin e zotit Zeqaj do ta themi pak më vonë. Dhe nga kontaktin që ne kemi patur na është premtuar që Miço Ristani do rikthehet sërish në ambientet e azilit. Pra pa kushte, le të themi. Edhe pse nuk ka qenë një konfirmim zyrtar, ka qenë një konfirmim në mënyrë verbale që ne nuk mund ta dyshojmë. Për ne është kënaqësi që u dëgjua jo vetëm zëri jon, po edhe zëri juaj, zoti Miço. Prandaj dhe kërkoja që problemi të kishte një gamë më të zgjeruar. Do të thënë, problemi i Miços për mua quhet i zgjidhur tani. Unë e kuptoj borxhin moral, që zakonisht bëjmë viktimë dhe ne gazetarët, me që kryetari i bashkisë ka thënë gojarisht që po zoti Miço do kthehet atje. Unë dhe pa e dëgjuar këtë jam i sigurt që kthehet zoti Miço, sepse jam i sigurt që është një temë sensibël. Dhe jemi në prag fushate janë të tërë sensibël që zoti Miço të vej atje. Se janë gati të çojnë dhe ndihmë atyre të tjerëve që janë pranë familjes. Por nuk më duket shumë serioze. Unë se vën dyshim që reagimi i kryetarit bashkisë ka qenë pozitiv, po pas këmbguljes televizionit, dhe unë do ta quaj shumë serioze dhe institucionale